2015 e mbarova të shes orën e parë. Sot për sot jemi njëna prej firmave më artizanale në botë. Jam lindë në Kosovë. Gjatë luftës, sikur plot shqiptarë më merr mendja se kemi ikë, domethënë baba im ishte në Zvicër prej 1976-s, po kur nuk ka pas ëndra me na pru këtu, në luftë u dash patjetër të vimi në Zvicër. Kam pas do kujtime se çdo herë që baba ka ardhur në Kosovë, nuk e shihim me pas shpesh, më kupton, kështu që gjithë ka qenë me një orë, më kujtohet dhe kemi pas sikur një figurë emblematike. Më kujtohet, ja marrësha orën, kam mbet, domethënë në mendime kështu, që kur kam marrë në Zvicër shumë shpejt e kuptova se është një shtet që bëjnë ora. Integrimi ka qenë pak më i vështirë, edhe ja fillova më interesu pak më shumë, tjera pasione, dhe shumë shpejt erdhi te rashte orat, ja fillova më mësu pak më shumë, ja fillova një zanat tek Patek Filipu, dhe pastaj kam punu me disa firma. Kur i mbusha 25 vjeç, e mbusha veten pak më përgatitur dhe ja fillova, domethënë, firmën time, por kanë qenë 3 vitet e para kanë qenë vështira, po them, deri 2015 dhe 2015 e mbarova të shes orën e parë. Kështu se ja fillova prap me ndrua, më kuptona, me besu këtë aventurë. Prej atyrit, dal nga dal, kemi pru sa më shumë metje, domethënë brenda. Sot jemi 47 persona, jemi në rrugë të mirë dhe ma merr mendje se ardhmja do të jetë edhe më mirë. Sot për sot jemi, ma merr mendja, njëna prej firmave më artizanale në botë, në këtë laminë e orave. Kemi të gjitha profesionet, ose dhe pak do ta mbrimi në atë nivelin se i kam në ëndër. Do me thëmë i bëjmë krejt lamijat. Ja fillojmë prej A deri në Zh. Edhe nina shumë krenar se do të kemi nxënës që ja fillojnë. Ajo është diçka se më vjen shumë mirë se do me thënë kemi mësu, kemi marrë shumë prej të tjerëve, edhe tashti është radha jone me dhënë pak më shumë. Kështu se jem shumë krenar. Ka qenë pak më vështirë me të vërtet se jemi ardhur në Zvicër, me kanë ofruar të gjitha, kupton, kemi mësuar zanatin e kam një veten pak keq se bëjmë ora zvicrane dhe me fut një emër shqiptar, më ka duket gjithë pak keq, po ma merr mendja se është gjë normale, jetojmë këtu, unë i bëj këto ora, kështu që pse mos me nënshua atë punim. Po ka qenë pak më vështirë për mua personalisht, po funit erdhëm në këtë vendim. Të gjithë kam besuar, kupton se kjo ka qenë një ëndër, kupton, edhe prap jam në ato ëndra dhe besoj në gjitha vendimet që i marr. Edhe jam kështu shumë luftarak, kështu që nuk tutem për këto. Ma merr mendja se jemi të sinqert në çka bëjmë, është pasion, dashuri për metjen dhe jemi këtu tash se 13 vjeç. Kemi një evolucion të mirë dhe ma merr mendja se meritojnë. Një mesazh të fundit, nuk ma merr mendja se ka një lloj mënyre apo recepti, apo është vetëm mirë me u fokalizu në çka dojmë, të kemi pasion. Unë jam një person i pasionuar, kështu se të gjitha tjera të bëna, më kupton. Ma merr mendja nëse kemi pasion, zemër dhe disiplinë, ma merr mendja se unë të arrimi të gjitha.